Instituti Albanologjik i Prishtinës ka hedhur dritë mbi figurën e njërit prej kritikëve më të rëndësishëm të letërsisë shqipe, përmes botimit të monografisë studimore të Hysen Matoshit me titull Veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit. Deri më sot nuk kemi një botim të ngjashëm i cili për mosën e tij të gjerë i trajton kaq saktë dhe kaq përpjekshëm as këtë veprimtari. E dyta, promovimi i librit është i veçantë sepse programin tim teatri kam autori, i cili siç e thot në parathënie, e ka trajtuar këtë materie nga një pozicion, nëse mund të them, i ftohtë, duke mos e njohur personalisht Bajram Krasniqin. Pra, që i bie gjykimet dhe vlerësimet e profesorit Hysen Matoshi janë vërtet profesionale që ja ngrisin edhe më shumë vlerë këtij botimi të cilën ne e kemi sot. Monografia studimore Veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit e doktor Hysen Matoshit është një ndërmarrje intelektuale që ndërron jo vetëm autorin e saj, por edhe institucionin që e ka recenzuar dhe botuar atë. E ndërron për dy arsye. Së pari për shkak se trajtohet vepra shkencore e Bajram Krasniqit, njërit prej kritikëve dhe studiuzëve më cilësor që kishte letërsia shqipe, i cili jetoi pak, por i dha shumë mendimit letrar shqiptar. Për post trajtim shkencor, studimi i Matoshit për Krasniqin është edhe një homazh mirënjohës për vlerat dhe veprat e një kritiku të vlerëshëm të letrave tona. Së dyti, për shkak se me këtë monografi respektohet dhe vlerësohet puna e akademike e një studiusit të mirëfillt, i cili ka punuar në Institutin Albanologjik, duke dhënë dëshminë se brenda këtij institucioni ka pasur emra të rëndësishëm të dijes për dhe mbi letërsinë shqipe. Studiusi Matoshi e nis interpretimin e veprës studimore të Krasniqit, duke na dhënë së pari receptimin e veprës së Bajram Krasniqit në skenën kulturore dhe letrare në Kosovë dhe në veçanti nga studiusit dhe albanologët e ndryshëm. Përmes gjetjeve të tij, Matoshi na ofron të dhëna se vepra dhe mënyra studimore e Krasniqit ka qenë pranuar dhe vlerësuar lart nga studiusit e letërsisë shqipe si gjatë botimit, po ashtu edhe më vonë. Pra, nis aventurën e tij studimore duke na bërë të qartë se kemi të bëjmë me një studius të vlerësuar nga njohësit më të mirë të fushës. Monografia Veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit ndahet në 6 kapituj, një shtojcë dhe një album me fotografi dhe faksimile. Secili kapitull e trajton një fushë të interesimit shkencor të Bajram Krasniqit. I pari prozën artistike, i dyti poezin, i treti dramën, i katërti kritikën letrare, i pesti çështjet e veçanta dhe të rëndësishme albanologjike dhe i gjashti flet për profilin e intelektualit dhe polemistit. Shtojca na jep një informat të veçantë kulturore për disa biseda të studiusit Krasniqit dhe në periodike të ndryshëm kulturor të kohës, ndërsa fotografitë dhe faksimilet na shpalosin të dhëna mjaft të rëndësishme faktografike dhe dokumentuese për veprimtarinë dhe jetën e subjektit të trajtuar në këtë monografi. Dihet mirëfilli se interesimi më i madh studimor i Bajram Krasniqit ka qenë proza artistike, gjithsesi romani. Dhe natyrshëm kapitulli studimor i monografisë e trajton mënyrën se si ai e ka studiuar dhe vlerësuar romanin shqiptar. Na shpjegon mënyrat dhe modelin studimor të Krasniqit në analizimin e romanit, poetikën, tipologjinë dhe strukturën e tij. Studimi monografik Veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit është sistemuar në 6 kapituj të veçantë, në të cilët janë interpretuar, analizuar e vlerësuar kontributet shkencore të Bajram Krasniqit, të cilat kryesisht i gjejmë në 4 librat e tij, të cilit i botoi sa ishte fizikisht nësnesh. Komunikime letrare 1980, Letërsia dhe vedia historike 1984, Poetika e romanit historik 1985, Kodet të ligjërimit letrar 1988 dhe në librin Poston, Inteligjencia, Letërsia dhe realiteti 1996. Përveç rezultateve shkencore në këta 5 libra të Bajram Krasniqit,
materie mbi të cilën e ka realizuar studimin e tij monografik, studiuesi Matoshi ka përfshirë edhe ndonjë shkrim që ka arritur ta evidentojë, ndërkohë por që nuk bën pjesë në vëllimet e botuara. Duke e parë veprimtarinë shkencore të Bajram Krasniqit në shumë plane, si studiues të letërsisë shqipe, si kritik letar, si studiues me interesime edhe për fushat e tjera të albanologjisë, gjuhësi, histori, folklor, etnologji, antropologji, si polemist e intelektual gjithmonë të angazhuar në procese të rëndësishme kombëtare, kulturore, arsimore, shkencore, politike, shoqërore të kohës, studiuesi Matoshi në rënd të parë është marrë me kontributin e jashtëzakonshëm të Bajram Krasniqit si studiuesi i letërsisë shqipe, të cilin e vlerëson autor të sintezave të mëdha, që në të shumtën nuk ishin rezultati i përvetësimit të përvojave të tjerëve, si ku ndërndodh ndonjëherë sot. Sintezat e tij sipas Matoshit ishin kurorëzim i punës së palodhshme, përimtuese, analitike, rezultati i kërkimeve këmbgulse dhe i gjetjeve vetjakën të shumtën e herës. Njërë nga sintezat e tij më të mëdha dhe njërë nga më të rëndësishme të shkencës sonë të letërsisë, në të cilën pleksen vetdia historianit të letërsisë dhe kapaciteti i njohjes së tipologjisë së zhanrit letrar në rrafshin teorik, studiuesi Matoshi e veçon studimin monografik të Bajram Krasniqit poetika e romanit historik shqiptar. Mbështetur në rezultatet shkencore të Bajram Krasniqit si studiues dhe kritik letrar, studiuesi Matoshi studiuesin Krasniqi e sheh si njërin nga studiuesit me koeficient të lartë origjinaliteti, i cili as i anashkalon arritjet e studiuesve të tjerë në fushën e studimeve të letërsisë shqipe e as i shpërfjell ato. Sado që shpesh ndaj rezultateve të tyre mban qëndrim të drejtë kritik, duke pasur synim të qëmtoj fenomenet letrare, veprat dhe autorët nga këndet të tjera të vrojtimit shkencor. Duke e parë nga kënd vështrim, studiuesi Matoshi veprën shkencore të studiuesit Bajram Krasniqi e shet të qiruar nga biografizmi, sociologjizmi dhe historizmi si formate të studimit pozitivist të veprës letrare. Talenti në radhë për të bërë sinteza lidhur me rrugën zhvillimore të letërsisë shqipe, lidhur me zhanre të caktuara letrare, autor, vepra apo fenomene letrare, sipas Matoshit, Bajram Krasniqi e ka plotësuar edhe me përgatitjen e duhur teorike, me zotërimin e terminologjisë përkatëse të fushës së shkencës së letërsisë dhe të një metodologjie moderne, qoftë në sferën e studimit të tekstit letrar, qoftë në sferën e kontributeve metakritike. Rrugëtimin e tij shkencor, ai do ta vërej në një proces në ngritje të vijueshme, veçmas pasardhjes së tij në Institutin Albanologjik dhe përfshirjen në projekte e në aktivitete të ndryshme shkencore. Vetdia Bajram Krasniqit për të mos e zëvendësuar gjykimi kritik me ndjenjën e tij të përkatësisë ndaj kulturës shqiptare, sipas Matoshit ka bërë që ai të dallohej si studiues me identitet të formësuar dhe vizion të qartë shkencor. Ky studim i gjerë, me 421 faqe, vjen si përpjekje e parë monografike për të përmbledhur dhe analizuar veprën shkencore të Bajram Krasniqit, një studiues që ndonse u nda nga jeta në moshë të re, la pas një trashëgimi të rëndësishme akademike e kulturore. Vepra e tij mbetet e gjallë në kujtesën e studiuesve përmes thellësisë teorike, qasjes historiko-letrare dhe vështrimeve sociologjike e kulturore që i dha kritikës shqiptare. Sipas tij, parimet etimologjisë së Krasniqit nuk bien në ndikimin e çfarëdo lloj glorifikimi, himnizimi e të çmimit të veprave letrare dhe të autorëve të tyre. Veçmas ky fakt del në pa në trajtimin përballës të letërsisë shqipe me letërsinë e zhvilluar evropiane, përkatësisht trajtimit të veprave dhe të autorëve tanë kundrol veprave dhe autorëve të letërsive të zhvilluara evropiane. Potencialin prej dietarit dhe intelektualit të dalluar të Bajram Krasniqit, Matoshi e shet të shprehur edhe në planin e shprehjes gjuhësore. Kështu sipas tij, studimet e Bajram Krasniqit i karakterizon terminologjia e përzgjedhur, varësisht nga fusha me të cilën merret, përdorimi i saktë i termave e i tokfjalshave terminologjik, shumë prej të cilëve ishin të panjohur deri atëherë në fushën e shkrimeve shkencore letrare albanologjike ndërne. Në këtë pikpamje, sipas Matoshit mund të thuhet se ai e ka krijuar fjalësin me të cilin identifikohet si studiues i mirëfillt i letërsisë. Kur flet për Bajram Krasniqin si studiues i poezisë shqipe, interesimet e të cilit kanë një shtrirje të gjerë kronologjike që nga autorët e periudhës së rilindjes kombëtare e gjerë tek
ata bashkohor, Matoshi, ndërprurit më të rëndësishme të tij shkencore veçan studimin monografik për poezinë e Ismail Kadares. Pavarësisht se fokusi kryesor i interesimit të tij ishte proza, përkatësisht romani, Bajram Krasniqi, si njësi i mirë i terminologjisë që ka të bëjë me studimin e poezisë, me specifikat e karakterit metodologjik që krahas nxjerrjes së përfundimeve, përfshin edhe interpretimin e tekstit poetik, pra krahas dijes shkencore letrare, kërkojnë edhe intuitën dhe aspektin kreativ të leximit të poezisë. Në studimet e tij për poezinë shqipe ka lënë dëshmi të një dietari të formuar dhe lexuesi e interpretuesi të talentuar. Në studimin e tij monografik metakritik për veprimtarinë shkencore të Bajram Krasniqi, krahas rezultateve të shënuara në fushën e studimeve letrare, në kritikën letrare, në historiografi, në kulturologji dhe përgjithsisht në albanologji, Matoshi një rëndësi të veçantë i kushton edhe figurës së Bajram Krasniqit si njërit prej intelektualëve më të guximshëm dhe më larg pamës të kohës kur jetoi dhe veproi ai. Gjithmonë i angazhuar në procese të rëndësishme kombëtare, kulturore, arsimore, shkencore, politike, shoqërore që u zhvilluan në atë kohë në mesin e shqiptarëve të mbetur në nesh Jugosllavi. Për te nivelit të lartë argumentues, Matoshi në shkrimet e angazhuara të Bajram Krasniqit sheh guximin intelektual të shkencëtarit, i cili rezultatet e tij shkencore, pikpamjet e tij intelektuale, i prezanton në forume federative dhe në mese as pak mikpritëse. Të mos harrojmë se në fund të viteve 80, shkrimet e guzimshme në mbrojtje të çështjes së drejtë shqiptare në ish Jugosllavi, se ato të Bajram Krasniqit ishin të rralla jo vetëm në përmasën tonë kombëtare, por edhe më gjerë. Monografia e Hysen Matoshit sjell një analizë të thelluar mbi temat që Krasniqi trajtoi gjatë jetës së tij, me tekst të veçantë mbi romanin dhe në mënyrë të veçantë romanin historik shqiptar, një fushë ku ai shquhet si një nga zërat më të qartë dhe më të përkushtuar. Për studiusin Hysen Matoshi, kryevepra studimore e Bajram Krasniqit është poetika e romanit historik shqiptar, një punë e lavdërueshme kërkimore dhe shkencore dhe një trajtim thelbësor dhe tipologjik mbi një formë letrare të zhvilluar në letërsinë shqipe. Poetika e romanit historik shqiptar është një aktivitet shkencor që Krasniqi e ka bërë në kuadër të angazhimit si punonjës shkencor në degën e letërsisë në Institutin Albanologjik. Për Matoshin, kjo vepër e Krasniqit është një nga sintezat më të mira dhe më të arrira në studimet letrare shqiptare. Po ashtu, një hapësirë të madhe në këtë monografi ka dhe trajtimi i Krasniqit mbi romanet e Ismail Kadaris, që i trajton me një pedanteri akademike dhe me një vlerësim objektiv shkencor. Vend të veçantë në këtë libër të Matoshit zë dhe studimi i Krasniqit për dramat e Recep Qosis, poezitë e Rahman Dedet dhe çështjen e periodizimit të letërsisë shqipe. Një anë shumë pak e njohur e Bajram Krasniqit janë edhe polemikat e tij dhe eset reaguese për çështje të ndryshme kulturore dhe identitare. Ky libër na riktheni jo vetëm në mendimin e Bajram Krasniqit, por edhe në kohën kur kritika letrare shqiptare zhvillohej mbi baza të forta teorike, një vepër që do të shërbej si referencë për shumë kohë. Studimin e tij monografik metakritik, veprimtaria shkencore Bajram Krasniqi, studiuesi Matoshi, krahas kapitujve në të cilat Bajram Krasniqi interpretohet, analizohet e vlerësohet si studiues i letërsisë, si albanolog, polemist e intelektual, e ka pasuruar përveç me parathënien dhe përfundimin si elemente të domosdoshme të studimeve të këtyre përmosave, edhe me receptimin e veprës së Bajram Krasniqit, si dhe me shtojcën në të cilën janë sjellë disa shkrime të Bajram Krasniqit dhe për Bajram Krasniqin, të cilat nuk ishin përfshirë në 5 librat e tij dhe me albumin ku janë përfshirë fotografi dhe faksimile të shkrimeve të botuara të Bajram Krasniqit, jo vetëm në shtypjen dhe periodikun tonë, por edhe në atë të Beogradit. Ky studim metakritik për veprën shkencore gjurmë më dha të Bajram Krasniqit, jemi të bindur se shkencën tonë letrare e pasuron edhe me një përvojë të suksesshme të këtij lloji të rrallë në studimet tona letrare. Studiuesi Jorgo Buljo pas ndarjes nga jeta të Krasniqit e kishte përshkruar atë si një shkencëtar të përkushtuar që lidhi jetën dhe veprimtarinë e tij
me fatin e kulturës shqiptare. Objektivisht, materia studimore përbën të një sfidë as pak lehtë, ndërsa duhet thënë se libri është frut e përpjekjeve për ta lexuar, interpretuar dhe vlerësuar një ndër trashëgimi më spikatura albanologjike. Nisur nga ky fakt kam pasur nevojë për mbështetje të kolegëve, e cila nuk më ka munguar gjatë gjithë kohës. Dua t'i falenderoj pafundësisht të gjithë ata që në cilën do mënyrë u bën pjesë e këtij rezultati që po paraqisim sot. Në rënd parë janë recenzentët, pastaj redaktori gjyqësor, përkthyeesi rezumes në anglisht, redaktori teknik, por edhe shumë të tjerë kolegë që më ofruan materiale, burime arkeologore e periodikut, këshilla dhe inkurajim për vijuar përballë vështirësive. Uroj që ky libër të bëhet një piknisje për studimin e mëtejmë dhe edhe më të thelluar të veprës së Bajram Krasniqit. Si autor, nuk më takon të flas shumë për veprën, por mund të them diçka më shumë për subjektin e saj, shkencëtarin, intelektualin dhe personalitetin Bajram Krasniqi, vepra e cilit është shumëplanëshe dhe e rëndësisë parsorë në fushën e shkrimit shkencor, historiko-letrar, tipologjik, në fushën e kritikës letrare, në sferën e përgjithshme albanologjike dhe publicistike. Me trashëgimin shkencore intelektuale, Bajram Krasniqi shquhet si penë origjinale dhe e papërsëritshme e dijes dhe kulturës shqiptare. Vetdije kritike moderne e kohës, autori i cili me ardhen e tij i solli vlera specifike, origjinale e të papërsëritshme kulturës dhe dijes sonë, ndërkohë që la zbrastir të paplehtësueshme me mikjen e tij të hershme. Paraqitja e Bajram Krasniqit si emër shumë premtues në fund të viteve të 70-ta dhe gjatë viteve të 80-ta ka qenë lidhur ngushtë me proceset e konsolidimit të studimeve letrare dhe albanologjike në Kosovë. Në një periudhë kur këto fusha po zhvilloheshin ende, bëhet një krah i fortë për studiuesit e pakt të kohës, të cilët mbajtën peshën e këtyre zhvillimeve. Gjej rastin të përqendrohem te një aspekt që lidhet me trashëgiminë shkrimore të Bajram Krasniqit, përkatësisht me raportin që si shoqëri, si elitë kulturore e institucionale e kemi krijuar kundër saj. Që nga botimi i parë 5 vëllime, që dolën në një hark kohor për 16 vitesh, veprat e Bajram Krasniqit nuk janë ribotuar asnjëherë. Ndërkohë nevoja për to ka qenë e madhe, qoftë si literaturë specifike për çështje fenomenit caktuara historiko-letrare, kritiko-letrare, qoftë si model i studimit dhe i shkrimit shqip. Nisur nga kjo gjendje e një ekskomunikimit të heshtur të njerëz ndër trajtat më të rëndësishme studimore të saj, Instituti Albanologjik nëpërmjet një projekti të detajuar i pati propozuar që më 2011 mashtit Ministrisë sonë të Arsimit të Shkencës botimin e veprës e Bajram Krasniqit në një kolan unike. Ishin bërë përgatitjet e duhura nëpërmjet ngritjes së redaksisë dhe nevojitej vetëm mbështetja për printimin e kompletit në një format dinjitoz, realizimi i cilit do ta begatonte literaturën tonë. Megjithatë, edhe përkundër prentimeve, mbështetja institucionale mungoi edhe pas përsëritjes së kërkesës sa vite më vonë. Gjej rastin që të riaktualizoj këtë projekt në ditën e përurimit monografisë, me shpresën se do të përkrahet marrë parasysh edhe fondin modest që kërkohet kundër lehtësimit dhe rifunksionalizimit të një vlere vërtet identifikuese për arritjet tona më të larta në sferën e shkrimit shkencor, kritik e publicistik. Monografia Veprimtaria shkencore Bajram Krasniqit është jo vetëm një dëshmi e rëndësishme për vlerën e tij akademike, por edhe një thirrje për ta rikthyer në vëmendje kritikën serioze letrare dhe figurat që kanë lënë gjurmë të thella në mendimin kulturor shqiptar. Vepra e botuar në vitin 1980 e Bajram Krasniqit ishte komunikime letrare. Letërsia dhe vetdia historike ishte botuar në vitin 1984, poetika e romanit historik shqiptar në vitin 1985, ndërsa në vitin 1988 është botuar libri Kode të ligjerimit letrar, Inteligjencia, letërsia dhe realiteti. Ishte botuar pas vdekjes së tij në vitin 1991.
1996.